Futini këmbët në ujë të ngrohtë 15 minuta para se të flini dhe do befasoheni me rezultatin. Mjafton të merrni një enë të madhe dhe ta mbushni me ujë të ngrohtë. Hiqni çorapet dhe mbani këmbët brenda ujit për të paktën 15 minuta. Ky ritual në duke i thjesht do ju bëjë që të keni këto përfitime. Sipas ekspertëve, mbajtja e këmbëve në ujë të ngrohtë për të paktën 15 minuta përpara se të shkoni për të fjetur ose kur vini nga puna mund t'ju ndihmojë të çlodheni edhe nga lodhjet të mëdha të ditës, t'ju ngrer humorin, të rrisë nivelin e energjisë, t'ju çlirojë nga tensioni, t'ju çlirojë nga dhimbjet e trupit, ju ndihmon të bëni një gjumë më të mirë. Mjafton vetëm 5 minuta për një shëndet më të mirë. Futja e këmbëve në ujë të ngrohtë të përzierë me sot buke gjithashtu do ju ndihmojë në lehtësimin e erës së keqe të këmbëve. Aplikimi i uthullës së mollës në këtë përbërje gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të cilat lidhen me shkaqjet e kallove dhe inflamimeve të këmbëve.